Turqit nga buxheti i shtetit të tyre japin Shqipërisë $30 milion. Tani shteti shqiptar i dhuron shtetit turk $30 milion, po jo shtetit, po xhepit. Më thënë dhuron një biznesmeni, i cili pastaj i ndan me palët. E ku i ndau tani? Ku e ndarë do? Po ca i merr Belinda, ca Edi, ca Paçolli, ca Erdogani, ca miqtë e tij. Dhe Turqia ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Gjë që nuk e bën dot shteti shqiptar, se nuk i ka kapacitetin. Dakor? Dhe unë mendoj që shteti shqiptar e ka marrë këtë ndihmë dhe ka marrë edhe, si thua, një lloj direktive se çfarë duhet të bënte me këtë lloj ndihme. E sa ka plotësuar shteti shqiptar këtë gjë? Shteti shqiptar gjithmonë ka tradhtuar shqiptarët, turqit e këtë do, sepse Edi Rama, nëse Se kanë përmbushur këtë domethënë? Jo, natyrisht jo. Dhe prandaj unë do t'ju rikujtoj juve dhe do t'i thoj. Erdoani është ndjeni të kësaj? Dhe patjetër. Si Ka marrë si mas ndaj vllait të Edi Rama? Ai çdo gjë e bën me qëllim që të përfitojë dhe vet, pas një diskutimi.